Horoskopi ditor e martë, 3 mars 2026. Dashi. Për dashin, kjo do të jetë një ditë me shumë energji. Hëna në shenjën tuaj ju jep motivim dhe dëshirë për të vepruar. Është moment i mirë për të nisur diçka të re ose për të çuar përpara një projekt që e keni lënë pezull. Dashuria, marrëdhëniet marrin energji pozitive. Beqarët mund të njohin dikë interesant. Puna, tregoni aftësitë tuaja pa hezitim. Idetë tuaja do të vlerësohen. Shëndeti, mos e teproni me lodhjen fizike. Ju duhet edhe pushim. Demi. Dita për demin është më e qetë dhe më reflektuese. Do të ndjeni nevojën të mendoni për prioritetet dhe objektivat. Mbështetja e familjes dhe miqve do të jetë e rëndësishme. Dashuria, marrëdhëniet stabilizohen. Flisni hapur për ndjenjat për të forcuar lidhjen. Puna, mund të ketë pasiguri, por mos hezitoni të kërkoni ndihmë. Shëndeti, kujdesuni për balancën mes mendjes dhe trupit. Një shëtitje ose pak qetësi do t'ju ndihmojë. Binjakët. Për binjakët është një ditë e favorshme për komunikim. Mërkuri ju ndihmon në takime, biseda dhe shkëmbim idesh. Është moment i mirë për të krijuar kontakte të reja. Dashuria, marrëdhëniet janë të gjalla. Shprehni ndjenjat pa frikë. Puna, paraqisni idetë tuaja, keni aftësi bindëse dhe mund të arrini rezultate të mira. Shëndeti, mbani trupin aktiv. Lëvizja do t'ju jap energji. Gaforja. Për gaforën dita sjell tension emocional. Hëna mund t'ju bëjë më të ndjeshëm dhe më të brisht. Është e rëndësishme të kujdeseni për veten. Dashuria, mund të ketë keqkuptime me partnerin. Sqaroni gjithçka me qetësi. Puna, mund të ndiheni të ngarkuar. Delegoni detyra dhe kërkoni ndihmë. Shëndeti, kujdesuni për gjendjen emocionale. Gjeni kohë për pushim dhe reflektim. Luani. Për luanin do të jetë një ditë intensive. Do të ndiheni më karizmatik dhe kreativ, duke tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teproni me entuziazmin. Dashuria, marrëdhëniet përmirësohen. Është moment i mirë për të shprehur qartë ndjenjat dhe për të forcuar lidhjen. Puna, një projekt mund të marrë vëmendjen e merituar. Vendosmëria juaj do të jetë vendimtare për suksesin. Shëndeti, keni nevojë për pushim dhe qetësi. Gjeni kohë për relaks. Virgjëresha. Dita për virgjëreshën është e favorshme për reflektim dhe organizim. Do të përqendroheni në zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull dhe në planifikimin e hapave të ardhshëm. Dashuria, kushtojini më shumë vëmendje partnerit. Një bisedë e qartë mund të zgjidhë keqkuptime. Puna, është moment i mirë për të zbatuar ide të reja. Aftësia juaj për organizim do t'ju jap rezultate konkrete. Shëndeti, kujdesuni për ushqimin dhe përpiquni të lëvizni më shumë. Peshorja. Për peshoren do të jetë një ditë me harmoni dhe bashkëpunim. Aftësia juaj për të ndërmjetësuar dhe për të ruajtur balancën do të jetë e rëndësishme. Dashuria, marrëdhëniet janë të qeta dhe të këndshme. Përdorni këtë moment për të forcuar lidhjet ekzistuese. Puna, do të arrini të zgjidhni konflikte dhe të gjeni kompromise. Puna në ekip do të sjellë sukses. Shëndeti, merrni kohë për veten, sidomos për aktivitete që ju qetësojnë. Akrepi. Për akrepin dita do të jetë më e thellë emocionalisht. Mund të ndjeni nevojën të përballeni me frikëra ose pasiguri të brendshme. Dashuria, marrëdhëniet mund të kalojnë në një fazë të re. Komunikimi i hapur është thelbësor për të shmangur keqkuptimet. Puna, mund të merrni një ofertë interesante. Analizoni me kujdes para se të vendosni. Shëndeti, kujdesuni për gjendjen mendore. Gjeni kohë për reflektim dhe qetësi. Shigjetari. Sot ndjeni dëshirë për ndryshim dhe lëvizje. Është ditë e mirë për të menduar për plane të reja ose për të dalë nga rutina. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por mos merrni vendime të nxituara. Në dashuri kërkoni spontanitet dhe energji pozitive, një bisedë e sinqertë do të afrojë më shumë çiftet. Beqarët mund të kenë një njohje të papritur. Energjia është e mirë, por shmangni shpërqendrimet. Britsjapi. Kjo ditë kërkon seriozitet dhe fokus.
Në punë mund të shfaqen përgjegjësi të reja ose një rast për t'u dalluar. Tregoni profesionalizëm, por mos u bëni shumë të ashpër me veten apo me të tjerët. Në dashuri partneri i pret më shumë hapje dhe ndjenjë. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose një rrethi formal. Kujdes me lodhjen, pushimi është i rëndësishëm. Ujori. Kreativiteti dhe idetë janë në plan të parë. Në punë mund të propozoni diçka të re që tërheq vëmendje. Dita është e favorshme për bashkëpunime dhe takime. Në dashuri kërkoni liri dhe mirëkuptim, shmangni reagimet e ftohta nëse diçka ju bezdis. Beqarët mund të përjetojnë një njohje ndryshe nga zakonisht. Mbani ritëm të balancuar për të mos u lodhur. Peshqit. Sot jeni më të ndjeshëm dhe intuitiv. Në punë është mirë të veproni me qetësi dhe të mos ekspozoheni shumë. Vëzhgoni dhe prisni momentin e duhur për të folur. Në dashuri kërkoni siguri dhe fjalë të qarta, një bisedë e thellë mund të forcojë lidhjen. Beqarët mund të ndjejnë një emocion të ri. Kujdes me humorin dhe gjendjen emocionale, gjeni kohë për qetësi. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.